Në seancën për pyetje deputetësh, deputeti i LSM-s Fatmir Bytyqi pyeti ministrin e ekonomisë se a ka qeveria politik ose masa konkrete që do të sigurojnë që puna të sjellë jetë dinjitoze, posaçërisht në kushte kur paga minimale është shumë nën shportën sindikale, ndërsa paga mesatare gjithnjë e më vështirë mbulon shpenzimet e jetesës. E sipas ministrit Besar Durmishit, nuk ka person në sektorin publik që nuk merr pagë minimale, ndërsa shtoi se synojnë që deri në fund të mandatit të arrisin atë deri në 40%. Nuk ka person që merr pagë minimale, të gjithë janë që marrin paga më lartë se paga minimale, po ashtu ka që të punësuar që marrin edhe më shumë se sa paga mesatare dhe përmes dialogut që kemi bërë në këtë vit kemi arritur që në sektorin publik të rrisim pagën për gjithë administratorët, kemi arritur që të përmbyllim në gjithë sektorin publik, në gjithë institucionet të rritet për 20% vetëm në këtë vit, bashkë me rritjen e pagës minimale. E deputeti Bytyqi akuzoi ministrin Durmishi se në seancat për pyetje deputetësh po lexon fletët e njëjta. Mendoj që pas seancës do kërkoj stenogramet nga seancat e mëparshme kur jeni përgjigjë se më duket të njëjtat fleta i përdoret edhe sot për të përgjigjë në pyetjen. Edhe mendoj se kjo nuk është adekuate për nivelin e komunikimit në parlament. Herën tjetër mundoni që të përgjigjeni në atë që ju pyes. Durmishi u shpreh se me sektorin e bujqësisë po punojnë për një zgjidhje për të liruar nga importi produkteve ushqimore, të cilat i kemi nga vendet fqinje, sepse siç tha e kemi gjetur vendin 70% të varur nga produktet ushqimore të cilat importohen nga jashtë.